I ftohti ekstrem në Finland, miliona turistë bllokohen në aeroport, temperatura në -37 gradë Celsius. Mira turistë mbetën të bllokuar në Finlandën veriore pasi fluturimet në aeroportin e Kittilës u anulluan për shkak të temperaturave jashtëzakonisht ulta. Temperaturat në aeroport kanë qenë në -37 gradë Celsius të dielën në mëngjes pas disa ditësh me mot të ngjashëm arktik, gjë që e bëri të vështirë shkrirjen e akullit të aeroplanëve dhe operacioneve të tjera, raporton Sky News. Turistët britanik të bllokuar kanë një shans të kthehen në shtëpi të hënën pasdite kur janë planifikuar fluturimet për në Manchester dhe Londër, por parashikimet nga zyra meteorologjike britanike tregojnë se temperaturat do të jenë ende rreth -28 gradë Celsius në atë kohë. Kittila ndodhet në Laplandën finlandeze në pjesën veriore me popullsi të rrallë të vendit. Pavarësisht se janë mësuar me temperaturat e ftohta të dimrit, finlandezët janë prekur dhe nga i ftohti këtij viti i cili është më i rëndi se vitet e kaluara dhe ka prekur zonat mëdha të Europës veriore, qendrore dhe lindore. Rreshjet e dendura të borës, erat e forta dhe rrugët e akullta e bën udhëtimin nëpër kontinent jashtëzakonisht të rrezikshëm. Në Gjermani, pasagjerët e trenave pësuan vonesa dhe anullime të mëdha të dielën pasi rreshjet e dendura të dëborës e detyruan operatorin hekurudhor të pezullojë të gjitha shërbimet në veri të vendit. Autoritetet thanë se në të gjitha shkollat në North Rhine-Westfalia, shteti perëndimor më i populluar i vendit, do të mbyllen gjitha të hënën për shkak të temperaturave të ulta. Në shtetet baltike të Estonisë dhe Lituanisë, shoferëve ju kërkua të shtynin të gjitha udhëtimet jo thelbësore për shkak të stuhive të pritura të dëborës, ndërsa Letonia fqinje lëshoi një paralajmërim për dëbor për pjesën perëndimore të vendit.